Pse Eci yt mendon ende për ty? Shumë njerëz mendojnë se kur një lidhje mbaron, gjithçka mbaron menjëherë. Sikur emocionet fiken me një ditë. Sikur kujtimet zhduken menjëherë. Sikur njerëzit ecin përpara pa parë më pas. Por truri dhe zemra njerëzore nuk funksionojnë kështu. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë Eca vazhdojnë të mendojnë për dikë shumë kohë pas ndarjes. Edhe kur nuk flasin më. Edhe kur duken mirë. Edhe kur vazhdojnë jetën. Sepse lidhjet emocionale nuk zhduken aq shpejt sa njerëzit pretendojnë. Psikologjia moderne ka zbuluar se lidhjet romantike krijojnë gjurmë të forta neurologjike në tru. Kur një njeri lidhet emocionalisht me dikë për një kohë të gjatë, truri fillon ta konsiderojë atë person pjesë të sigurisë emocionale. Prandaj ndarjet dhembin kaq shumë. Sepse truri nuk humbet vetëm një person. Humbet një prani me të cilën është mësuar emocionalisht. Dhe kjo nuk zhduket menjëherë. Ka njerëz që largohen fizikisht por emocionalisht vazhdojnë të kthehen tek kujtimet, tek zëri, tek momentet, tek energjia që kishin me dikë. Sepse kujtesa emocionale është shumë më e fortë se sa shumica mendojnë. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë një këngë, një parfum, një rrugë apo një natë e qetë mund ta rikthejë menjëherë dikë në mendje. Truri lidh emocionet me kujtimet. Dhe emocionet e forta lënë gjurmë të forta. Sidomos lidhjet që kanë qenë reale. Ka një arsye pse disa njerëz nuk e harrojnë lehtë ish partnerin e tyre. Sepse nuk harrojnë vetëm personin. Harrojnë versionin e vetes që ishin me atë person. Harrojnë mënyrën si ndiheshin. Më të qetë, më të kuptuar, më të gjallë. Dhe ndonjëherë kjo është ajo që mungon më shumë pas një ndarjeje. Jo vetëm personi, por ndjesia. Erich Fromm shkruante se njerëzit nuk bien në dashuri vetëm me dikë. Bien në dashuri edhe me mënyrën si ndihen pranë atij personi. Dhe kjo është arsyeja pse disa lidhje mbeten në mendje për vite. Jo sepse ishin perfekte, por sepse ishin emocionale, të vërteta, njerëzore. Shoqëria moderne shpesh përpiqet ta bëjë ndarjen të duket e thjeshtë. Ec përpara. Harroje. Ka plot të tjerë. Por truri nuk funksionon me butona. Nuk ekziston një moment ku njeriu zgjohet dhe papritur nuk ndjen më asgjë. Shumë njerëz vazhdojnë të mendojnë për ecin e tyre edhe kur nuk duan. Sepse mendja rikthehet tek gjërat që kanë lënë gjurmë emocionale. Sidomos natën. Sepse natën ka më pak zhurmë. Dhe në qetësi, kujtimet bëhen më të forta. Ka njerëz që gjatë ditës duken plotësisht mirë, por në heshtje rikthehen tek një mesazh i vjetër. Tek një kujtim. Tek një moment që nuk e kanë harruar kurrë plotësisht. Dhe ndonjëherë, kjo nuk ka lidhje me ego. Ka lidhje me lidhjen emocionale. Psikologët flasin shumë për attachment. Lidhjen emocionale që krijon truri me njerëzit që na japin afërsi, siguri dhe kuptim emocional. Prandaj disa ndarje zgjasin më shumë në mendje se sa të tjerat. Sepse disa njerëz nuk ishin thjesht dikush. Ishin vend emocional. Ishin qetësi. Ishin një pjesë e rutinës së zemrës. Dhe kur kjo zhduket, mendja vazhdon ta kërkojë për një kohë. Ka edhe një arsye tjetër pse Eci yt mund të mendoj ende për ty, sepse distanca shpesh e bën njeriu të kuptojë gjëra që nuk i kuptonte kur të kishte pranë. Kjo ndodh shpesh në marrëdhënie moderne. Njerëzit mësohen me praninë e dikujt. Me mesazhet. Me kohën. Me energjinë. Dhe vetëm kur gjithçka mungon fillojnë ta kuptojnë sa shumë ndikonte ai person në jetën e tyre emocionale. Marcus Aurelius shkruante, njeriu shpesh e kupton vlerën e gjërave vetëm pasi i humbet. Dhe ndoshta kjo ndodh edhe në dashuri. Sepse ndonjëherë prania e dikujt bëhet aq normale sa njeriu harron sa e rëndësishme ishte. Derisa humbet. Pastaj vijnë kujtimet, krahasimet, mallkimi i heshtur i nostalgjisë. Ka njerëz që largohen nga një lidhje sepse mendojnë se do të ndihen më të lirë. Por pas një kohe kuptojnë se liria pa lidhje emocionale mund të ndihet shumë bosh. Dhe atëherë mendja fillon të rikthehet tek personi që dikur i jepte ndjesi sigurie. Kjo është arsyeja pse disa Eca rikthehen emocionalisht shumë më vonë.
Jo gjithmonë sepse duan të kthehen fizikisht, por sepse më në fund e kuptojnë çfarë humbën emocionalisht. Ka edhe diçka tjetër. Shumë njerëz pas ndarjes nuk ndjejnë menjëherë gjithë dhimbjen. Në fillim mund të ndihen të shpërqendruar, të zënë, të lirë. Por me kalimin e kohës, kur emocionet qetësohen dhe zhurma e jetës bie pak, kujtimet fillojnë të dalin në sipërfaqe. Dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz fillojnë të mendojnë për ecjen e tyre muaj apo vite më vonë. Sepse emocionet që shtypen nuk zhduken gjithmonë. Ndonjëherë vetëm vonohen. Carl Jung besonte se ajo që njeriu nuk e përball emocionalisht vazhdon të jetojë në heshtje brenda tij. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz nuk arrin ta harrojnë plotësisht dikë. Sepse një pjesë e lidhjes mbetet e pambyllur emocionalisht. Por ka diçka shumë të rëndësishme që shumica nuk e kuptojnë. Fakti që eci yt mendon ende për ty nuk do të thotë gjithmonë që duhet të riktheheni. Ndonjëherë njerëzit mbeten kujtime të rëndësishme, mësime, pjesë të historisë son emocionale. Dhe kjo është normale. Sepse jo çdo lidhje që lë gjurmë është krijuar të zgjasë për gjithmonë. Por kjo nuk e bën më pak reale. Ndoshta disa njerëz hyjnë në jetën tonë jo për të qëndruar për gjithmonë, por për të na ndryshuar. Për të na mësuar diçka për veten, për dashurinë, për humbjen, për atë që kemi nevojë emocionalisht. Dhe ndonjëherë, edhe pas fundit, një pjesë e mendjes vazhdon të rikthehet aty. Sepse zemra njerëzore nuk funksionon si algoritmet moderne. Nuk harron menjëherë atë që ka ndier thellë. Ka njerëz që ende mendojnë për dikë jo sepse nuk kanë vazhduar jetën, por sepse disa njerëz mbeten pjesë e historisë së tyre emocionale. Dhe ndoshta kjo nuk është dobësi. Ndoshta është thjesht njerëzore. Sepse lidhjet reale lën gjurmë, edhe kur mbarojnë. Por ndoshta pjesa më e rëndësishme është kjo: nëse dikush mendon ende për ty, kjo nuk do të thotë që duhet të jetosh në të kaluarën. Sepse kujtimet mund të jenë të bukura pa u bërë burg emocional. Njeriu mund të kujtojë dikë dhe prapë të vazhdojë të rritet, të ecë përpara, të gjejë qetësi. Sepse shërimi nuk do të thotë të harrosh plotësisht. Ndonjëherë do të thotë të kujtosh pa dhimbje. Dhe ndoshta kjo është forma më e qetë e pjekurisë emocionale. Të pranosh që disa njerëz do të mbeten gjithmonë një pjesë e vogël e mendjes dhe zemrës tënde pa pasur nevojë t'i kthesh përsëri në jetën tënde. Sepse jo çdo lidhje që ishte reale duhet të rikthehet. Por çdo lidhje reale meriton të pranohet me sinqeritet. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse disa exa vazhdojnë të mendojnë për ty. Jo sepse nuk kanë jetë, por sepse disa njerëz nuk harrohen aq lehtë kur kanë prekur vërtet zemrën e dikujt. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.